si kur pyesin përse ke besu, për çka ke besu, të pyet dikush. Do të një përgjigjemi çdo njeri nga ne dhe do të themi me bindje dhe pa kurfar hezitimi, sepse pa Allahun nuk ka kuptim ekzistenca e ime dhe e asgjë që më rrethan dhe të njëjtën kohë që më nje dhe që më përdor apo unë përdori diç. Pa ekzistencën e Allahut Dhul Xhelal, ekzistenca ime do të jetë asgjë dhe nuk do të ketë kurfar kuptimi. Për këtë dashurit e mi, është nder i madh që Zoti Dhul Xhelal na ka bërë pjesëtar të këtij besimi, të këtij dinit që ne e besojmë dhe çdo gjë që prekmi e shijojmë e ndijmë, e dim se e ka kriju dhe është në mbikëqyrjen e të madhit Allah Gjelle Shanuhu e Gjelle Gjelalu. Për këtë arsye, ekzistenca ime pa besimin në Zotin Dhul Xhelal do të ishte asgjë.